Vllaznia unë 19 mund t'i laçin kryesues unë 19 me rezultatin 1-0, autori i golit është Gjestil Kaplani në pjesën e parë. Urime Kaplani. Shumë faleminderit shërtejet. I kënaqur për golin, rezultatin, fitoren? Tepër i kënaqur edhe jam shumë i kënaqur që kam ndihmuar ekipin me këtë gol. Edhe shpresoj që shënoj sa më shumë te una mueçet, edhe te ekipi i parë gjithashtu. Ishit përballë ekipin kryesues të kampionatit, e patë të vështirë? E patë me pak vështirë, po me çuna që u angazhuan dhe dhonën forcë në neshje, e patë me pak të lehtë. Fundi pjesës dytë u shoqërua me episode shumë dramatike. Laçi kërkonte me insistim barazimin, por ju e mbajtët madje kërcënuat për gol tjetër. Kështu jena ne që do na me fitu minuta, do na me fitu lojë edhe sulmojmë sa më shpejt edhe pos na doli golin pjesë dytë, po u munduam sa më shumë. Kaplani mes ekipit parë, pranë teknikut Edi Martini dhe unë 19-s. Pa. Si ndjeni veten, jeni i vlerësuar me të dyja skuadrat? Po jam i vlerësuar shumë edhe jam i gëzuar tepër shumë që jam edhe pjesë e ekipit parë, që kam bërë edhe kontratë një aty dhe shpresoj sa më shpejt që të marr minuta edhe një aty. Ku është synimi i Kaplanit për vazhdimsinë? Synimet e mia janë të eci sa më lart edhe synoj edhe në Europë. Urime për golin, suksese. Shumë faleminderit për të.